Një defekt teknik në tragetin e linjës Durrës-Bari ka shkaktuar vonesa të gjata në portin e Barit, duke lënë të bllokuar për më shumë se 8 orë rreth 100 drejtues kamionësh dhe automjetësh që udhëtonin me mjetet e tyre. Sipas informacioneve, problemi u shkaktua nga një defekt në rampën e brendshme të tragetit GNV Blu, çka bëri të pamundur shkarkimin e automjeteve pas mbërritjes në port. Për pasojë drejtuesit e mjeteve mbetën në pritje, ndërsa automjetet nuk mundën të dilin nga trageti. Ndërkohë pasagjerët që nuk udhëtonin me automjetet zbritën normalisht njëherë pas mbërritjes tragetit rreth orës 08:00 të mëngjesit. Në bord mbetën vetëm drejtuesit e kamionëve dhe automjeteve, të cilët pritën përfundimin e ndërhyrjes teknike. Pas më shumë se 8 orësh, defekti është eliminuar dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve arritën të zbresin së bashku me automjetet e tyre. Më pas trageti vjoi lundrimin drejt Durrësit në pritje të rinisjes së lundrimit sipas itinerarit të planifikuar.